Asambleja e Përgjithshme e Partisë Socialiste do të mbahet në 21 mars. Vendimi erdhi pas mbledhjes së kryesisë në Selin Roz, e drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Megjithatë, detajet u bën me dije nga sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi, i cili u shpreh se kërkohet rifreskimi i strukturave. Natyrisht në mbledhjen e datës 21 ne do të kemi diskutime për përfshirjen e gjithë anëtarëve të Asamblesë Partisë Socialiste, një proces që gjithmonë do t'i hapi rrugën dhe zgjedhjeve të reja, por po ashtu dhe antarësimeve të reja në Partinë Socialiste, që gjithmonë kanë kërkuar rifreskim. Klosi gjithashtu bëri me dije se do të ngrihen dhe struktura për diasporën, duke i cilësuar si të domosdoshme për zgjedhjet e ardhshme lokale. Natyrisht edhe me një dimension të ri, që tashmë nga zgjedhjet e kaluara ne kemi prezantuar jashtëzakonisht të rëndësishëm për funksionimin e brendshëm të partisë, që është partia në diasporë. Do të ketë një vendimarrje edhe për sa i përket shtrirjes së strukturave lokale të Partisë Socialiste. Të hënën mazhoranca bëri të qartë dhe vendimin për Belinda Ballukun. Ndonse Klosi theksoi se mospranimi i kërkesës së SPAK për arrestimin e saj nuk është një sulm i mazhorancës ndaj drejtësisë së re. Nuk involvohemi në asnjë proces hetimor. Për sa i përket raporteve tjera, janë raporte që i takojnë Parlamentit shqiptar, por për sa i përket hetimit, në asnjë rast nuk do të kemi pengim të hetimeve, koment për hetimin dhe natyrisht koment për gjykimet e fundme të vendimarrjes së organeve drejtësisë. Në mbledhjen që zgjati më shumë se një orë në Selin Roz, e pranishme ishte edhe Belinda Balluku, e cila ndonse nuk ka një post në qeveri, vijon të jetë drejtuese politike e qarkut Fier.